E vërtet është ajo absolute që kjo i ka bërë të qartë Edi Ramës se do ta marrë me vete në qoftë se lëshon. Dhe tani unë duhet t'u informoj ju për mbledhjen top sekret që u zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste. Në atë mbledhje Edi Rama u ka bërë të qartë atyre se drejtuese e qarkut të Tiranës do jetë Belinda Balluku, Lubi Balluku. Dhe se skapi i partisë ka sulmuar Partinë Socialiste dhe ka sulmuar Edi Rama, sepse aty s'ka asgjë qëndron dhe se gjithë problemi e kanë tek unë, tek ai. Prandaj, Belinda është vetë pafajësia, betejë që na bëhet është politike, thotë Edi Rama, dhe ju vazhdoni punën duke patur Belindën në krye.